Aurora. Përshëndetje. Gëzohem që jemi këtu, faleminderit shumë për mundësinë. Ju kërkoj ndjes për zërin, po ky gripi nuk e menaxhojmë dot. Mirë, si kam mos ta kesh nga emocionet. Jo, nuk e kam nga emocionet, është ky gripi që nuk po e menaxhojmë. Atëherë unë jam Aurora Reçi Gjeloshi. Jam lindur të rritur në qytetin e Lezhës. Vi nga një familje muslimane lezhiane 24 karat. E martuar në një familje katolike malsore 24 karat. Kam 2 fëmijë, një çun 6 vjeç. Domethënë jeni pasqyrë harmonisë fetare. Mos të them që kemi qenë me bindje të ndryshme dhe politike, por gruaja është forcë e madhe dhe tani bindjet janë sheshuar absolutisht. Pse kot them unë që shqyqyri i Partia Socialiste ka shumicën e grave se gruaja vendos. Ka qenë strategji që fillim, mendoj. Po jo, kam nga eksperiencë, gruaja vendos. Shiko, në fakt do t'i japi merit edhe po them të djathtëve që nuk e lidhin bindjen e tyre politike me siglën, e lidhin me vizion, e lidhin me vizionin. Kush të djathtë, po jo, mos janë të vështirë, Atyre që e bëjnë, jo të gjithë. Janë të vështirë. Nuk kemi lidhje me pjesën tjetër. Jo, po unë kam pas gjyshin të pushkatum, po gjyshin të pushkatum do rrotulloj. Gjyshi i pushkatum rrotullohet në varr kur të shef që je në kënet akoma, më çfarë gjyshi i pushkatum, po për gjyshin e pushkatum duhet hikesh me vrap në këneta. Çfarë mund bëtish? Kam pas gjyshin e pushkatum komunist. Çe komunist? E di. Ndaj them që është nuk e lidhin me siglën, po e lidhin me bindjet e tyre, e lidhin me njeriu, ti e pas ke dhënë provën më të fortë herë që ke kthy për mys familjen e burrit edhe... Nuk e kam kthy për mys, e kam kthy majtas. Po, kam 2 fëmijë, është një djalë 7 vjeç dhe gocën 5 muajshe, edhe jam hallë një kukull të vogël që do bëj 1 vjeç tani. Unë kam mbaruar gjimnazin në qytetin e Lezhës, më pas jam diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë për menaxhim biznes, kam mbaruar masterin për administrim publik. Ishte degë e re në atë kohë edhe mu duk interesante, megjithatë lidhjet e mia me politikën vinin të hershme që nga gjimnazi si kryetare e qeverisë në Cënës dhe pastaj pjesëmarrëse në Parlamentin Ligjor të Shqipërisë, por domethënë më duket sikur politika më shumë më ka ndjekur se kam ndjekur deri në momentet që po flasim. Pas mbarimit të universitetit unë kam jetuar dhe punuar në Tiranë për pothuajse 16 vite. Kam eksperjenca më shumë në sektorin privat, 8 vite kam qenë drejtuese një agjencie publicitare në agjencinë që unë drejtoja, ne kemi bashkëpunuar shumë edhe me ju projektin e popullimit të 2017, ne ka bërë agjencia ime. Më pas kalova si drejtuese e një kompanie turizmi që kishte franchise ndërkombëtare. Do më pyesni diçka apo? Jo, të ndjek. Okej. Për 3 vite, 2 vite e gjysëm, bëra drejtimin e kësaj kompanie, e cila ishte një sfidë më vete, por duke qenë ky njeriu proaktiv, nuk mund të bëj pa këto sfidat. Në vitin 2022 ne morëm vendimin që do ktheheshim në Lezhë, edhe im shoq gjithashtu është nga Lezhë, kështu që ishte përfshirja ime e parë në një institucion në bashkinë e Lezhës, ku më në fund ndjeva që unë mund të filloj të merrem zyrtarisht me këtë vokacionin tim të hershëm për politikën, po ka qenë gjithmonë një thirrje e cilës duket sikur unë s'ja kam hap telefonin. Pra praktikisht kam qenë gjithmonë e përfshirë në politikë, por në vit të dytë asnjëherë e përfshirë zyrtarisht në struktura, asnjëherë duke marrë këtë mikrofonin për të dalë përpara jush për këtë gjë, gjithmonë me bindjet në këtë misionin që diku do dilte dhe siç duket gjërat bëhen atëherë kur janë të shkruara për të bërë. Dhe më vjen shumë mirë që është ky momenti që unë vi për të përfaqësuar qytetin në momentin që unë jetoj në qytet dhe në momentin që unë kam vendosur që fëmijët e mi t'i rris në këtë qytet. Unë mendoj që një nga pikat e mia të forta është që unë jam vajzë nga Lezhë dhe unë jam duke jetuar duke rritur fëmijët. Po I thosha dhe disa më përpara që një nga pikat, një nga objektivat që ka pas plani I ri për skuadrën e re ka qenë që të kemi një numër të konsiderueshëm deputetësh që rrinë atje. Sepse u bësi mod deputetët zgjidhu atje edhe hajde blej shtëpi në Tiranë edhe rri këtu edhe njerëzit atje duke thënë ore po ku është deputeti. Po absolutisht.
Kjo ka qenë pjesë e ambicjes për këtë skuadër. Përfshirja që unë ndjej tani është e jashtëzakonshme. Nuk do ta ndjeja nëse do të vazhdoja të jetoja në Tiranë edhe do të punoja për Lezhën dhe ishte e pamundur. Natyrisht që parlamenti ka nevojë për një grup njerëzish, se kështu janë dhe strukturat e gjitha që janë të fokusuar këtu te puna e zyrës e tjetër, po nuk diskutohet që mungesa e masës kritike të deputetëve që janë atje na ka kriju një distancë me njerëzit, edhe e ka ul nivelin e dëgjimit të Partisë Socialiste. Nivelin e kontaktit drejt për drejt është shumë i rëndësishëm.